Çfarë po ndodh me Edin edhe me Sasën? Përshëndetje të gjithëve. Edi dhe Sasa në një lidhje dashurie, kështu thonë në fakt tituj gjigant dhe tituj që po na trazojnë. Po le ta lexojmë një lajm dhe pastaj le ta komentojmë. Edi dhe Sasa janë parë më të afërt me njëri tjetrin gjatë kohës që po kalonin bashkë, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë edhe të këndshme mes tyre. Qëndrimi i tyre pranë njëri tjetrit, mënyra si komunikonin dhe gjestet e vogla që shkëmbenin, tregonin qartë një afërsi që nuk mund të kalonte pa u vënë re nga të tjerët përreth. Ata dukeshin të qetë, të lirshëm dhe të përfshirë plotësisht në shoqërinë e njëri tjetrit, duke shkëmbyer disa biseda të gjata, buzëqeshje të shpeshta dhe momente intime që reflektonin të një raporti të mirë dhe harmonik. Teksa po qëndronin bashkë dhe po shijonin këto çaste, situata mori një kthes interesante në momentin kur u afrua kushtrimi. Prania e tij u ndje menjëherë, sidomos nga Edi, i cili nuk nguroi të reagojë me një koment spontan edhe me plot humor. Me një ton shakator, ai u shpreh se sa herë që dëgjoheshin kërsitjet e puthjeve, pikërisht në ato momente po kalonte kushtrimi pranë tyre. Ky moment u prit me të qeshura dhe krijoi një atmosferë edhe më të lehtë duke e bërë situatën edhe më argëtuese dhe më të natyrshme. Reagimi i Edit u interpretua si një batutë e thjeshtë, e thënë pa qëllim negativ, por me shumë për të theksuar përkimin e çuditshëm të momentit. Sasa u duke relaksuar dhe e qeshur, ndërsa e gjithë skena u shoqërua me një energji pozitive. Ky epizod i vogël tregoi jo vetëm afrimitetin mes Edit edhe Sasës, por edhe dinamikën shoqërore mes tyre dhe personave të tjerë që ndodheshin aty pranë. Në tërësi, momenti u perceptua si një situatë e zakonshme, por interesante, ku afrimiteti, humori dhe reagimet spontane u ndërthurën në mënyrën natyrale. Tani, unë jam i bindur që Edi dhe Sasa nuk kanë asnjë gjë mes tyre. Mendoj që Sasa ka një pëlqyeshmëri jashtëzakonisht të lartë për kushtrimin. Ajo e ndjen kushtrimin në shpirt, e do kushtrimin, e pëlqen kushtrimin, e simpatizon kushtrimin dhe nuk është se ka ndonjë ndjesi për Edin. Mendoj që Edin brenda shtëpisë së Big Brotherit e shikon si mik, e shikon si shok, e shikon si një njeri pozitiv, një njeri që na dhuron vërtet energji të mirë dhe mendoj që në asnjë mënyrë kushtrimi dhe Sasa nuk do të kishin shkatëruar atë që kanë ndërtuar atë emocionin, atë afrimitetin mes njëri tjetrit për t'u lidhur Sasa me Edin. Domethënë Edi është një banor që me sa shoh i mban raportet e mira me të gjithë banorët brenda, por që ka diçka intime dhe ka lidhje dashurie, këtë nuk e besoj dhe nuk ma merr mendja që do ndodh.